Të nderuar qytetar, të nderuar gazetar, të nderuar përfaqësues të mediave, sot me përfundimin e procesit zgjedhor, në emër të beslidhjes Aleanca Kombëtare për Integrim, shpreh mirënjohjen dhe respektin më të thellë për çdo qytetar, e veçanërisht për mërgatën tonë që sot ushtroi të drejtën e saj demokratike për të votuar me përgjegjësi dhe dinjitet. Këto zgjedhje ishin më shumë se një garë lokale, ato ishin një provë e karakterit politik dhe moral të shtetit. Rezistuam përballë një fushate të pandershme dhe jo ligjore, që e njollosin procesin dhe e cënojnë barazinë e garës. Pam blerje masive të votës, pam asfalt elektoral, bekatonizim të natës, shfrytëzim të resurseve publike dhe ndërhyrje brutale të aparatit shtetëror në favor të pushtetit. Megjithatë, pavarësisht këtyre abuzimeve, qytetarët dëshmuan se dinë të dallojnë dhe nuk lejuan që këto metoda të errëta ta devijojnë rezultatin e raundit të parë. Prandaj, jemi të bindur se nuk do të arrijnë ta devijojnë as tani në raundin e dytë. Besimi ynë është tek qytetari, tek forca e votës së lirë dhe dinjiteti i njeriut që nuk shitet për një thes çimento, një rrugë të shtruar me nguti apo një kontratë përkohshme. Në këtë fazë të ndjeshme të procesit, bëjmë thirrje të drejtë për drejtë ndaj çdo komisioneri, çdo vëzhguesi dhe çdo institucioni përgjegjës që me ndershmëri dhe përgjegjësi të lartë profesionale të garantojnë votën e lirë të qytetarëve dhe integritetin e procesit zgjedhor. Çdo votë është e shenjtë dhe çdo ndërhyrje në të është ndërhyrje në të ardhmen e vendit. Beslidhja Aleanca Kombëtare për Integrim mbetet e vendosur në rrugën e saj për ndryshim, për dinjitet qytetar dhe për ndërtimin e një shoqërie ku pushteti fitohet me besim e jo me presion. Rruga jonë është e qartë, rruga e demokracisë, e barazisë dhe e integrimit evropian. Ne do ta mbrojmë këtë rrugë me vendosmëri, me qetësi dhe me dinjitet. Ju faleminderit.